Zoti kryeministër, si diltina në për media kërka votën, si mund të japim votën kur ti mashtëra invalidët, pa punët, i mashtëra që të gjithë tetraplegjikët, po këta nuk duan pension, nuk do hanë këta bonus, edhe këta do hanë bonus, pa ai që morin në fund muaj nuk ju dil për bukën e gojës, edhe për një pal brek, kurse ne kena të nevojshme. Am shikon nga sytë se si i kam sytë zoti kryeministër, jam invalid, nuk kam as i lloj ndihme, edhe 73.000 lekë që i morim si na jepni dosha për gjënaf, apo jepni sepse ju vjen keq. Për bajt gjënave të vetë zoti kryeministër, mendo dhe për neve. Për mu ka menuar vetëm populli shqiptar, kanë menuar emigrantët edhe kanë menuar vetëm Shqipëria, jo ti zoti kryeministër. Ti s'mendon asnjëherë për invalidët, po mendo për xhepin tënd edhe për votat, për bojnë ai lek më blen ai vot, për të blen ai gjë. Si mund të japim votën? Me një thesmill, me 1 kile voj, me 1 kile sheqer, apo me 1 kile portokallë e mandarina. Tregohu i sinqert zoti kryeministër. Mendo ty se si do të rritësh pensionin e invalidit apo pensionin e pensionistave. O rriti o mos i rrit. Bëj gjitha në mënyrë të barabarta. Jemi njerëz edhe duhet jemi me një nivel, jo me një nivel të ulët si për invalidët, për pensionistët, për të papunët, për të gjitha. Mendo për të gjithë, se drita ti ti ndresh, energjinë elektrike e ngren, bukën e ngren, mielin e ngren, sheqerin e ngren, mishin e ngren, që të gjitha të ngren. Që ka ullë shumë, me 1 lek, që ka bëka, po nëjë punë të modhe, jo nuk o gabim kjo, sepse është ngritur energjia, jo 1 lek, nuk është ullë fare, që ka ullë vëdim i palë brek, 1 lek, asë 1 lek jo, sepse i bje 10 lek, jo 1 lek. Pse ata 1 lekshin, apo ata 10 lekshin e ka ullë, se grumulloj fonde me ble votat, se gjithë deputetat dalin e ne blejnë votat, dalin atje, na jep një firmë, pa një firma nuk jepet kollaj. Me emra konkret, kush? Që të gjithë, pa përjashtim, si majtas djastas. Janë bo 700 parti, janë hap 700 kurva, 700 kurva zoti kryeministër. A është e vërtet që në hap rinë në rreth mrapa muzeut për të grumullu fonde? Për të ble tanga e për të ble preservativa zoti kryeministër. Që Edi Rama të kaloj ma mirë mbretëri dhe ta marrë ai që nuk ka pushtet. Mendim interesant. Edhe uroj që t'jemu mbretëresha. Mbretin e kemi për ditën, burrin e kemi për natën. Se dashnori tashina duhet e kemi për lek, kurse burrin e kemi për avë. Po, do flasish në emër tetraplegjikëve. Me emër tetraplegjikëve, zoti kryeministër, tetraplegjikët tregot vërtetën, sa ndihmë ekonomike mon ose sa kemp morin. Edhe çfarë bëjnë me ata kempin? A ju dil për bukë, ju dil për dritë, ju dil për të furnizu shtëpinë me ushqime, apo ju dil për hilacet? Apo për çfarë ju dil zoti kryeministër? Dil atje në deklarojën e media. Mos u bë se Erjon Velia, cili vjet e fondet edhe sot del i lar, sepse gjinofçarët kur shkojnë para gjykatës, ata shmangen atje dhe duhet mbrojnë veten. Po nuk mund ta mbrojë një hajdut, edhe një kriminal nuk mund ta mbrojë veten para drejtësisë, sepse e vërteta do dalin shesh, edhe do thosh gjithmonë të vërtetën. Me çfarë ke bashkëpunuar? Majtas apo djathtas? Apo ke menduar me shoqërinë tënde duke ju dhënë letra për të legalizu banesën, apo të një dhonë për të ndërtu ta lenë ndërtimi. Se mund të japsh një lenë ndërtimi zoti kryeministër, kur e ke pa letra, kur e ke pa kërgjë, po ata që vinë nga malët, se mund të i bëjnë legalizimet para Tirancave. Qytetar Tiranës jemi neve, ja ata që vinë nga malët, se Erjon Velia i tha, ju bëni apel, janë jetoni në Tiranë, se në përmalë bje borë, bje fërtun, bje breshën, atje nuk mund të praktisë i vendin e vetë, e tjetoj në Shqipëri, në Tiranë. Vërtet Shqipëria është e shqiptarve, pa dhe tjenë malësit në Tropoj, Kukës, në Has, në Mirdit, Peshkopi, Borel, edhe ata si të shmen kanë hartë Tiranë, t'ju japin 3 dylim tokë edhe Tirancave, se edhe Tiranci ka nevoj pa jetë pasër, mëse që i zaptus Tirancin atje, po t'ju japi 3 dylim tokë, 500 metra, se kur 100 metra, për një kacole pushimi, velore. Edhe në Bregdet, pëse jo, edhe në Bregdet? Po, edhe në Bregdet, ne po flasim në përmale, nuk flasim në fush. Flasim në përmale, si që ke dhonë Sarandën, Samilin, Dërmiun, Karoburunin, ja ke dhonë Amerikës. Banesat e njeri tjetër tëre, qa për kështu? Këtheja me pronin... Në Tiranë? Po maj, mu me zhvjet banesa sy në sy, aty ku jeton sala o shtëpia ime. Diçka interesante. Duhet më liroj banesën, mu sa aty o dhe im aty. Një minutë.
Unë kam dëshirë për Ministrinë e Drejtësisë. Nuk do të ndëpresë askush. I lutem Ministrisë e Drejtësisë. Vërtet në drejtësi bëhet drejtësi, vërtet në Shqipëri bëhet drejtësi, asnjëherë nuk bëhet drejtësi. Unë kam një seancë gjyqësore me gjyqtaren. Gjykata më ka shkelur parimet e mia, të drejtat e mia. I lutem gjykatës të vazhdoj gjyqin ashtu siç është për të vazhduar. Siç është e drejta. Unë ka fituar gjyq në gjykatën e apelit. Po përse ky gjyq s'po e kuptoj? E kom vlerësim pasurie me vëllezërit. Kurse gjykata me ka shkel parimet e mia. Unë gjykatën do të hedh në gjyq për të marrë atë dëm shpërblimin tim. Atë që më takon ligjërisht, se ka 5 vjet mu ka vënu gjykata. Përse gjykata më ka vënuar? I lutem drejtësisë, Inspektoriatit Lart Gjyqësor për gjykatën. Ariola Xhaxho, po të drejtojmë live. Zonja Ariola Xhaxho boja gjyqje siç është për të bërë. Jo me mbrojt njërin apo me mbrojt tjetrin. Unë du drejtësi Ariola Xhaxho. Për 5 vjet unë du dëm shpërblimin siç më takon nga ligji, siç më nga e vërteta. Unë nuk du të më shkelesh drejtësin, jam i verbër, jam e herje diskale shtyllë korrizore, jam me glaukom sysh, me 4 unaza në zemër. Zonja Ariola Xhaxho. Farie Budos i drejtohem, zonja Farie Budo, i ke thënë zonjës ti në fjalë, Daniela Qeshorit. Ja. Unë ne kemi vi ko bashkë që njifem, do t'a jap dhe këtër urdhrin e mbrojtjes. Si do ja japësh si urdhrin e mbrojtjes, pa ditë problemin e tjetrit si që ndran. Dua që ti të dënosh me ligj, të marrim dëshpërblimin personi që ti ke shkaktu. Do flasim dhe di fjalë për fen tani, si që dini është muaji i Ramazanit. Po, uroj besimtarët musliman edhe katolik që ky Ramazan edhe ky Kurban Bayram na sjelli begati e ta armatoj Zoti me të mira e me gëzime si çdo ai lart. Di fjalë për Ramazanin. Meqense është Po agjerimin do ta jap në fund fare. Sepse jam ke drejtësia. Sala mos më ndërprito. Jo, vazhdo. I lutem drejtësisë, Ariola Xhaxho, do ta bësh drejtësinë siç duhet, do ta bësh vlerësimin e pasurisë siç duhet, edhe do të drejtojmë edhe ke Fatime Decolli. Duhet të thritet Shaban Xhebrahimi në gjykat, sepse me ka vjedhur pronën, me ka vjedh pasurin. Shaban Xhebrahimi me krenar Janus Drazhin. Krenar Janus Drazhi me ka vjedh pasurin në fshatin Picall, komuna Petrel. Shaban Xhebrahimi me ka mashtruar, me ka vjedh pasurin në fshatin Picall, komuna Petrel. Sidomos edhe banesën, cili ka me ty. Si me ka vjedhur? Shtëpia edhe toka ka qenë 180.000 euro. 180.000 euro. Kurse ai na ka marrë për 100 milion lek. Po 80.000 euro, ku shkuan? Ku shkuan vjedhje? Aja ka qenë gati 780 milion lek. Sepse 780 milion i bona ullje. Nga 780 milion i themi... Unë i bëj thirrje Altin Domanit të zbardhe çështja e banesës time, ku jeton sot Zoti Sali Berisha në pellgun tim. Që edhe unë të marr banesën time, se më ka ndodhur një fatkeqësi familjare, nuk ka rëndësi fatkeqësia, e di vetëm Spaku, e di Rama, e di në gjithë, nuk mund ta publikoj, se gjithë bëjnë krime, gjithë vrasin, gjithë sot po vriten për kurva për drogë. Mund du të më kthehet banesa urgjentisht edhe dami që më shkaktu. Këtë më ka bë gjaku, që është alla me kalamajt e vetë me burin e vetë. E mbyllim tani, mbyllim. Të nderuar... O mbyll për sa të o mbyll. Të nderuar dëgjues të emisionit Pisk, këtu jemi në sheshin Skënderbej me disa qytetarë që flasin për problemet e tyre të ditës, gjë që është diçka e përditshme në jetën e tyre. Është mbyllur. Mjafton, e bëjmë nesër, s'ka problem. Edhe pastaj tani qytetarët kanë problemet e tyre, qoftë me bonusin e pensioneve, qoftë me drejtësinë, qoftë me njëri tjetrin. Është mbyllur, është fjala mbyllur. Është fjala mbyllur. S'ka